Ibrahim, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Falënderimet dhe lavdrimet tona dedikojmë Allahut të madhëruar, atij i cili është një dhe i vetëm, as ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej kujt, dhe askush në gjithësi nuk është i barabartë me Allahun. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi mëshirën e botëve, mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit të rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit e tij që qoftë i lavdëruar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Kam menduar të sill sot temën nxirrni mësim prej pësimit. Kurani famlar i kthehet të kaluarës së historisë njerëzore me qëllim që ata të shohin se si që e ardhmja e popujve të mashtruar e mendimdhënj, që ata të nxjerrin mësim prej pësimit të përparshmeve të tyre, sepse koha është drejt të mbarimit. Në shumë vende në Kuran hasim ajete që përsëriten, duke tërhequr vërejtjen popujve dhe brezave të mëvonshëm në mënyrë që të mos përfundojnë si ata para tyre, siç tregohet edhe në këtë ajet kuranor, ku Allahu fuqiplot thotë: sa shumë breza kemi shkatruar para tyre, të cilët kur pan dëshkimin u lutën për shpëtim, por tani më kjo kohë kishte përfunduar. Sura Sad, ajeti 3. Kurani Kerim është libër i mbushur plot me këshilla dhe me të vërtetë që është një mrekulli, pasi Allahu i madhëruar betohet në Kuran dhe thotë: betohem në Kuranin e mbushur me këshilla. Sura Sad, ajeti 1. Po, Kurani famëlart është këshill dhe përmban këshilla me vlera shumë të rëndësishme. Me këshill do të thotë heqja ndryshme të shkujdesjes prej zemrave me gëdhendje me dalt, që njeriu të mbaj mend Allahun dhe ta përmend mirësitë e tij, të kujtojë gjykatën madhore të Allahut në ditën e gjykimit dhe të mendojë edhe për qëllimin e krijimit të vetes së tij, pra të njeriut. Po, harresa dhe shkujdesja janë prej faktoreve më të rëndësishëm që sillin brengosjen e njeriut, kurse Kurani famlar është ilaçi më i mirë për shërimin e harresës e të shkujdesjes. Në lidhje me hipokritët, Kurani famlar thot në ajetin 67 të surës Teube: ata e harruan Allahun, prandaj edhe ai i harroi ata. Që do të thotë se ata nuk e kujtuan për Allahun, prandaj kundrejt harresës së tyre dhe Allahu i la ata në harresë dhe preu mëshirën për ata. Kurse në ajetin 26 të surës Sad, i larti flet për ata që e kanë lënë udhëzimin në rrugën e drejtë dhe kanë harruar ditën e llogaridhënies, duke thënë: ata që i largon rrugës së Allahut i pret ndëshkimi shumë i ashpër, për shkak se ata e harruan ditën e llogaridhënies. Po, harrimi është prova më e rëndë me të cilën vihen në provë ata që kanë lënë udhëzimin në rrugën e drejtë dhe fajtorët, madje ata kanë harruar deri edhe vlerën e qenies së tyre njeri, ashtu siç njofton Kurani famlar në ajetin 19 të surës El Hashr, ku thotë: dhe mos u bëni si ata që e harruan Allahun, dhe Allahu bëri që ata të harrojnë veten e tyre. Të këtillë janë të degeneruarit. Kurani famlar është mjeti më i mirë për të grisur perden e harresës, për të zhdukur errësirat e shkujdesjes, shpërfilljes e harresës. Ajetat e Kuranit famëlart i kujtojnë njeriut Allahun dhe ringjalljen pas vdekjes. Ato e mësojnë njeriu të njohë vlerën e ekzistencës së tij në këtë botë. Në ajetin 2 të surës Sad, Allahu i lartësuar i flet drejt për drejt të dërguarit të tij, profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe i thotë: ata që mohuan janë të poshtëruar e të përqarë, që do të thotë se kurse ata që nuk dorëzon para argumenteve të qarta të Allahut dhe të Kuranit Kerim, dije se shkaku që ata kundërshtojnë është se para syve ata kanë një perde që ambulon fjalën e vërtetë.
Në të vërtet, ata janë të vënë në sprov me mendjemadhësi e me mashtrim, dy veset të liga që i pengojnë mohuesit të pranojnë të vërtetën, por edhe kokëfortësia e fanatizmi i tyre janë dy pengesa që ndalojnë ata të pranojnë thirrjen tënde. Në këtë ajet, Kurani Kerim, ndër shkaqet që sillin brengosjen e mohuesve, numëron mendjemadhësinë, krekostjen dhe ndjekjen e rrugës së veçimit të ndarjes. Patjetër, të gjitha këto vese shumë të këqija, njeriut i vrbojnë syt dhe i shurdhojnë veshët dhe bëjnë që ai të humbë ndjenjat e tij. Sa e dhimbshme është për njeriun që i ka syt për të parë dhe veshët për të dëgjuar, por që nga mendjemadhësia duket sikur është i verbër dhe i shurdhër. Në ajetin 206 të surës El Bekare, Allahu i Madhëruar njofton dhe thot: "Dhe kur atij i thuhet, ki e frikë Allahun, e i krekosët me mëkatin, prandaj vendi i tij do të jetë xhehenemi dhe sa vendqëndrim i keq është ai." Do më thënë se kur hipokritit i thuhet ki e frikë Allahun, a i ka pardisët e mburët me fanatizmin që e ka mbërthyer dhe që në të vërtet e qonë në zhytje edhe më shumë dhe në fajet dhe rëzohet në zjarrin e xhehenemit, prandaj për atë s'mund të ketë vendqëndrim më të keq. Për të zgjuar ata mendjemëdhenje shpërfillës, Kurani famëlart i kthehet të kaluarës së historisë njerëzore me qëllim që ata të shohin se si që e ardhmja e popujve të mashtruar e mendjemëdhenj, që ata të nxjerrin mësim prej pësimit të përparshmeve të tyre. Dhe në ajetin 3 të surës Sad, i Madhërisht Allah njofton dhe thot: "Sa shumë breza kemi shkatruar para tyre." Do më thënë se shumë popuj para tyre ne shkatëruan për shkak se përgënjeshtruan profetët, mohuan argumentet e Allahut, ishin mizor dhe bën faje të shumta. Megjithë këtë, kur mbi ata zbristën dëshkimi i Allahut, kërkonin ndihmë me zë të lartë, por kjo atyre nuk u solli asnjë dobi, pas ishin të vonuar, koha e pendimit për ata tashmë kishte përfunduar dhe për atyre s'kishte më kohë të mjaftueshme as që të shpëtonin veten e tyre. Për këtë, fraza e fundit e këtij ajeti njofton dhe thot: "U lutën për shpëtim, por tani më ajo kohë kishte përfunduar." Kur profetët e Allahut i këshillonin ata mohues e i paralajmëronin për përfundimin e keq që kishin punët e tyre, ata nuk u mjaftuan të zënë veshët me gishtat e tyre për të mos dëgjuar fjalën e profetëve, por u tallën e i vunë në loj profetët dhe torturuan e vran besimtarët. Me punë të këtilla, ata e humbën rastin dhe shkatëruan të gjitha urat prapa tyre. Pikërisht, atëherë zbriti mbi ata ndëshkimi i Allahut që i shkatëroi deri tek i fundit, duke mbyllur për ta portën e pendimit e të kthimit në jetën e zakonshme. Kur ata mohues shikonin se mbi ta po zbristën dëshkimi i Allahut, ata thërrisnin me zë të lartë për të kërkuar ndihmë, por atyre në të qaste nuk u solli dobi asnjë send. Në të gjitha gjendjet, ata mendjemëdhenje shpërfillës nuk përfituan prej rastit që e kishin në dorë dhe të gjenin strehim në prehrin e mëshirës dhe të butësisë së Allahut të Madhëruar, por pasi e humbën rastin dhe mbi ata ra ndëshkimi i Zotit, ata filluan të kërkojnë ndihmë me zë të lartë dhe bënin çmos për të gjetur një rrugë shpëtimi për veten e tyre. Por të gjitha përpjekjet e tyre dështuan, pavarësisht sa shumë munduan e sa shumë kërkuan ndihmën, ata nuk mund të arrinin qëllimin e tyre. Kjo ka qenë rruga e Allahut me të gjithë popujt e kaluar dhe e këtill do të mbetet, sepse rruga e Allahut nuk ndryshon, nuk tjetërsohet e nuk zëvendësohet. Është për të ardhur keq kur shikon se shumica e njerëzve nuk e kanë gatishmërinë për të marrë këshilla e për të nxjerrë mësim prej përvojave që kanë kaluar të tjerët para tyre, madje me qëndrimet që mbajnë, duke sikur dëshirojnë që ato përvoja të kaluara të përsëriten edhe një herë. Mirë po, përvoja të këtilla ndodhin vetëm një herë në jetën e njeriut dhe kur nuk përsëriten për herë të dytë. Me fjalë të tjera, ata janë të parat dhe të fundit. E lutim Allahun e Madhëruar na bëj për atyre që i dëgjojnë këshillat në kohën e duhur dhe përfitojmë nga Kurani famlar që jeta jon të mos mbetet si atyre që ishin para nesh dhe të mos mbi ne të bi zemërimi i Allahut të Madhëruar.
Shikues dhe dëgjues të nderuar, kjo është tema për ditën e sotme. Uroj të përfitojmë të gjithë pasi këtu ka mesazhe mjaft domethënëse, sidomos në kohën e tanishme që po shohim çfarë po ndodh në mbar botën, sidomos në Palestinë. Lutim Zotin që banorët e Palestinës të shpëtojnë nga kjo genocidi të mërshëm që po bëhet, por neve inshallah na mbetet të bëjmë dua dhe të vëmë gishtin kokës të mendojmë se nuk është larg që për gjithë popujt që mohojnë argumentet e Allahut dhe që poshtojnë të tjerët, poshtimi vjen edhe tek ata, Zoti na ruaj. Ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju.